Të nderuar shikues të Veriu Sport, ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi numër 2 i Shkodrës. Reshit Rusi sapo ka nisur super sfida e kategorisë 2, grupi A. Shiroka vendase pret beslidhjen mysafire, dy skuadrat që kryesojnë me pikë të barabarta tabelin e klasifikimit. Ka një interesim të madh nga ana të dy tifozërive. Ekipit vendas të Shirokës, por kanë udhëtuar shumë edhe nga qyteti i Lezhës. Ekipi Shirokës vendas mban portën në krahun e djathtë e ekranit tuaj, ndërkohë që në krahun e majt është ekipi lezhjan Beslidhja. Një shqetësim në portën e Shirokës, vazhdon këmbgulja e skuadrës lezhjane. Dibra ish futbollist i Beslidhjes për shumë vite më radhë. Tashmë është pjesë e Shirokës. Kruja, Arsit Kruja, lojtari i një mjetës më të mirë sezonin e kaluar në Super League, tashmë është pjesë e ekipit Beslidhjes. Beslidhja nga krahu i majt nuk arrin ta dërgoj topin në zonën e Shirokës. Tashmë është kundër sulmi për ekipin Shirokas. Beci, një tjetër futbollist i Vllaznisë që luan për ngjyrat e Beslidhjes. Bebezici ka kapur një top me intuit në mesin e fushës. Doja vazhdon të jetë pak a shumë me qarkulluar në mesin e fushës, pa shumë ngacmime. Raboshta, një tjetër futbollist shkodran që luan për Beslidhjen, kombinimi Kruja Raboshta në krahun e djathtë, Raboshta në fundore, kroson në zonë, e ka larguar Dibra për këmbgul Beslidhja. Me të top të dërguar mbi traversën e portierit Shirokas.
Vjen goli I parë, shumë shpejt vjen goli I parë për Shirokën. Ka kaluar në avantazh skuadra vendase e Shirokës me një këmbgulje nga krahu I djathtë. Një top I hedhur në zonën e portës lezhjane. 1-0 për ekipin e Shirokës. Një avantazh I skuadrës vendase të Shirokës me një emër potent të formacionet e saj Elidon Dulaj, I cili është rritur tek Vllaznia, tek Akademia Kuqe Blu dhe përsëri tashmë është Shiroka që këmbgul në krahun majt, shumë shpejt është bllokuar rezultati. Shiroka ka nisur me avantazh të ndeshje, ndërkohë që në kampin lezhjan ka paksa konfuzion në të momente, janë të befasuar nga kjo nisje shpejt e Shirokës, por të shikojmë vazhdimsinë. Kruja është penguar nga një futbollist I Shirokës, Arsit Kruja me numër 14. Pay attention in the wood. Pay attention. Pay attention. Kruja pranë topit, një distancë rreth 20 metër, paksa pozicioni prirët me portën e Shirokës. Kruja ka krosuar në zonë dhe vjen me një herë goli I barazimit. Një super gol mund themi. Një super gol për lezhjanet e cilët kanë shfrytzuar një goditje perfekte të harkuar nga Arsit Kruja. Dhe topi pastaj është përcjellë në rrjet me kokë. Barazim 1-1. Një ndeshje me vërtet për tu parë. Lezhjanët kanë barazuar me Kansase pas një krosi të përpik mjeshtror të Arsit Krujës nga e djathta. Përsëri Kruja, padyshim lojtari me spikatur në të dyja skuadrat, patën nisur nga emri që ai zotron, edhe në këtë fillim të takimit ka merit për ato lëvizje mjaft cilësore. Përsëri ekipi lezhjan kërcënon nga krahu I djathtë, shikoj me teknikun Elvis Plori. Është I kënaqur që arriti shumë shpejt barazimin. Mundes dhe tifozeria Dragojt e Veriut që është vendosur në krahun e majt e ekranit tuaj të nderuar shikues të Veriut Sport, që po ndiqni drejt për drejt të ndeshje nga stadiumi Reshid Rusi I Shkodrës. Shiroka këmbgul nga krahu I djathtë, andaj nga erdhi dhe krosimi për golin e parë, një gjujtje pa shumë pretendime. Vucaj
Finde e tij është kapiteni I Shirokës. Kros në zonë, ka larguar Beci, është një shtyll e fort e skuadrës lezhjane në mbrojtje për disa sezone në disa skuadra të Shqipërisë, së fundi ishte tek Vllaznia e Shkodrës, por ju përgjigj thirrjes së teknikut Elvis Plori për të kontribuar për lezhjanët, ashtu dhe si disa kolegët e tij nga Shkodra. Sulmi I Shirokës nga krau I djathtë. Vyrte! Fabio! O Fabio! Ej, qetë, më qetë! Mos u dito! Qetë! Ej! Ka nisur shumë shpejt kjo sfidë ndërua shikues me sulma dhe kundër sulmeve të dyja zonat respektive ishin të parët Shirokasit të cilët shënuan shumë shpejt me Elidon Dulej, duke ngritur pesh entuziazmin Shirokas, ndërkohë që nuk vonoi dhe lezhjanët u kundërpërgjigjen me një gol model nga Asase pas krosit të dhënë të përpik nga Kruja, Beci me kokë, Vucaj. Është për të theksuar që një ndeshje kategorisë dytë, por që në përbërjet e të dyja skuadrave ka lojtar me emër, me shumë përvojë nga kategoria superiore. Kundërto dy tipiket janë në dy skuadrat kundërshtare, është Erjon Vucaj tek Shiroka dhe Arsit Kruja tek Beslidhja. Në të dyja skuadrat ka edhe element të huaj. Tashmë rëndom në skuadrat shqiptare, në futbollin shqiptar ka disa të tillë të cilët aktivizohen nga stafet përkatëse. Thyetju sulmi Shirokës nis kundër sulmi I Beslidhjes. Karakaçi, kapiteni I lezhjanëve dhe ky topi I goditur nga Bebezici, Klevis Bebezici, një lojtar me shumë përvojë, I cili ka luajtur për disa skuadra, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe jashtë vendit, lojtar I ekipit kombëtar dhe tashmë luan për Shirokën, për familjen e tij, më themi, për familjen e tij e cila ka kontribuar jo pak në ndërtimin e kësaj skuadre. And in addition yellow card is no foul. It's no foul. Matias Atangelo reagon tek gjyqtari I 4 duke është dakord me të vërshëllim. Raboshta, Kruja, Kros tjetër I Krujës në zonë, shumë I rrezikshëm Kruja. Çdo top që ai e përpunon nga kjo mbetëri tij është rrezik për kundërshtarin. Rrezik për Shirokën. Shiroka nis tashmë këtë sulm. Bebezici është organizatori kryesor I skuadrës Shirokas I kros në zonë.
Është ndërprer pak qaste. Loja për të ardhur në ndihmë njërit prej futbollistëve ishte Drabeja. Oltion Drabeja, zëvendës kapiteni i Shirokës, i cili ka një përvojë edhe ky jo të paket në futbollin shqiptar. Kros tek zona Lezhjane. Se jo t'ju sulmi Beslidhjes. Për tjetër këmulje Raboshës nga krahu i majt, gjithnjë Raboshta. Super goditje. Këmgull përsëri. Beslidhja me Krujen. Bombardohet të porta e Shirokës. Ishte një super goditje mjeshtrore e Jasmin Raboshtës. Topi nuk ju binde, shkoj tek traversa e portës Shirokase. Duhet të citojmë që Federata Shqiptare e Futbollit, sektori i gjykimit ka vlerësuar maksimalisht tek këtë ndeshje duke i besuar një arbitri me shumë cilësi si Florian Lata, i cili po gjykon këtë ndeshje. Ja vlen një arbitër me këto cilësi, me këto vlera, për të drejtuar një super sfidë, dy skuadra që kryesojnë kampionatin e kategorisë së dytë. Këmgull Shiroka, mundësi e mirë për thyet aksioni për sërish Drabeja. Ishte Peku. Dibra me kokë. Është dëmtuar një futbollist i Beslidhjes. Futën me shpejtësi mjekët e stafit të Beslidhjes. Po i drejtohemi minutës se 20 të ndëruar shikues të Veriu Sport që po ndihni këtë ndeshje drejt për drejt nga stadiumi Reshitrusi i Shkodrës dhe rezultati është i barabartë 1-1, ka shënuar të parët Shirokasit me Elidon Dulej dhe me njërë është kundërpërgjigjur Beslidhja duke barazuar, duke baraspeshuar këtë ndeshje shumë interesante. Një dëmtim serioz të nderuar shikues për ekipin mysafir Beslidhja është Abaz Karakaçi, futbollist i shkodran, i cili po lër fushën e lojës me barrel, duke ju drejtuar autoambulancës për t'i dhënë ndihmën e shpejtë. Duket se ishte me peshë dëmtimi i tij. Dhe do t'jetë Kaceli, Kaceli ai që do të zëvendësoj Karakaçi.
Pa. Përftojmë nga rasti të informojmë edhe për formacionet e skuadrave ku Shiro kaluan me Lujkan, Pekun, Draben, Leka, Bebezici, Pakunge, Vucaj, Kenneth, Dullaj, autori i golit të parë për ekipin e Shirokës, Ruçi dhe Dibra, ndërkohë në krahun tjetër është portieri Myrta për beslidhjen Temja Beci Karakaci që u largua nga fusha në këtë momente i dëmtuar, Raboshta, Kruja, Ramedhi, Beka, Hila dhe Rodrikos së bashku me Akan Sase, autori i golit të barazimit. Ndeshja po gjykohet arbitri kryesor Ferran Lata dhe në kohë që kolegët e tij janë Tartaraj dhe Mani. Gjyqtari i kartet Kushta. Kritin Smeta është vëzhguesi i Federatës Shqiptare të Futbollit, është ndërprer për pak çaste ndeshja. But the last season, Shakira made the same. And we are still 15 minutes a match. Kujtojmë që goli i parë i Shirokës u shënua nga Elidon Dulej në minutën e 6 dhe vetëm 2 minutë më pas Akan Sase ka barazuar për ekipin e beslidhjes që drejtohet nga trajneri shkodran Elvis Plori. Më shohët edhe arsyeja e kësaj vonese pas dëmtimit e Karakacit, i cili me njëherë u transportua, është në transportim e sipër drejt spitalit e Raner të Shkodrës, por për momentin nuk ka autoambulancë në kompleksin në stadiumin Reshit Rusi dhe gjyqtari Ferran Lata së bashku me përfaqësuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit nuk e lejojnë vazhdimsinë e takimit pa qenë prezent autoambulanca. Pikërisht në minutën e 20 të nderuar shikues është ndërprer kjo ndeshje. Për arsye dëmtimi shpresojmë dhe urojmë që dëmtimi i Abbas Karakacit të mos jetë i rënd dhe me probleme. Tashmë dy stafet përkatëse kanë dalë dhe janë në fushë. Shikojmë drejtorin sportiv të Shirokës, Ardit Mani, kolegun e Matias Tatangelo, i cili është në fushë për të mbajtur skuadrën e tonus, ndërkohë që dhe Kruja është demonstraneri i beslidhjes, krahu i djathtë i teknikut Elvis Plori, që është pranë ekipit Lezhjan. Pak më herët ju njohim me formacionet, tashmë edhe me lojtarët që janë në pankinë për ekipin e Shirokës është Mloja, Gjahysa, Filipi, Jahaj, Hasaj, Musaraj dhe Dilaveri, ndërkohë në kampin Lezhjan në pankinë janë Birja, Alcani, Bruka, Ayazi, Vukaj, Almuqa, Kacelis, në fakt
Në këtë moment është hedhur në fushë për të zëvendësuar Abbas Karakacin për dijuar me El Karika, Biba dhe Danaj. Trajneri i ekipit Lexhan është Elvis Plori, kolegu i tij është Kruja, së bashku me Hoxhën dhe me Faslin. Natia Satangelo është trajneri i ekipit Shirokës, kolegu i tij Ardit Mani dhe trajneri i portierëve Bojar Celufaj. Takimin përgjykon Florian Lataj, një arbitër i njohur. Ilir Tartaraj dhe Giulio Mani janë asistentët ndihmës të gjyqtarit të parë, Florian Lataj. Baraspesh të nderuar shikues, kur kanë kaluar 20 minuta, por disa minuta duhet pranuar që janë pas ndërprerjes së takimit, për arsye që Abbas Karakaci, titullari i ekipit Lexhan, u dëmtuar rënd dhe u transportua me autoambulancë drejt spitalit rajonal të Shkodrës dhe tashmë arbitri dhe trupa që e shoqëron nga Federata Shqiptare e Futbollit në krye Kridën Smetën, vëzhguesin e FSHF-s, po presin rikthimin ato ambulancën sepse sipas rregullorës nuk mund të vijoj takimi pa praninë e autoambulancës. Dhe ka nisur. Ka nisur ndeshja pas një ndërprerje disa minutëshe. Me këtë sulm të Beslidhjes, Beka ka kaluar në krahun e majt. Rreth 7 minuta ishte koha ndërprerjes ndeshjes, pasi i deleguri i Federatës Shqiptare të Futbollit Kridën Smeta së bashku me stafin e tij vendosën që të mos lejojnë fillimin e ndeshjes pa praninë e autoambulancës sipas rregullorës përkatëse. Tashmë gjithçka është okay, shpresojmë dhe urojmë që Karakaci të mos ketë dëptim të rënd, ai tashmë është nën kujdesin e mjekëve shkodran të spitalit rajonal, që nuk është shumë larg, mund të themi, nga stadiumi Reshit Rusi. Bucaj, Peku, Shirokasit kërkojnë të gjenë golin tjetër, golin avantazhit, që të parin e të gjetin në të 60 minutën me Eldon Dulejn. Dhe shëdhim e gjyqtarit Lata përsëri ka dëmtim serios duket, pakten futbollisti i Beslidhjes, por edhe Vuca i Shirokës, nisur nga çfarë shikojmë në fushën e lojës, ka një dëmtim serios, thuajse në të njëjtën zonë ku dëmtua edhe Karakaci.
Leka. Kujdes prapa, ej, veci! Goditje dënimi rreth 22 metër për Shirokasit. Eron Vucaj, por edhe Flori Leka e shpran topit të shohim kush do të jetë autori i kësaj goditje për ekipin Shirokas, një mur prej 4 futbollistësh përballë. Është Lekaj që ka gjuajtur, nuk të gjithë mendojnë se do ta godiste kapiteni Vucaj, por Flori Lekaj që ka shënuar 2 gola në ndeshjen e 2 javë më herët në këtë stadium përballë Gramshit, gjuajti me të majtën e tij. Bega, kujdes, bega! Temja! Komi po Joni! Arema! Që kujdan! Kartoni verdh. Kartoni verdh në dëm të beslidhjes. Shpenguar në ecje sipër. Filmuesi Shirokas. Ishte Tebja, një tjetër futbollist shkodran që luan për Beslidhen, ai që shkaktoi faullin dhe u ngarkua tashmë me karton të verdh. Temja! Hati! Ima! Përsëri Flori Leka dhe Eron Vucaj pranë topit për të ekzekutuar të goditje dënimi futbollistin atë pozicion që ishte pak më përpara, por pak rreth 2 metër në krahun e djathtë me të zhvendosur. Grumulli i fanelës të dyja skuadrave tek zona e beslidhjes. Tashmë është Vucaj që ka harkuar në zonë dhe nuk e shfrytëzon asnjëri prej futbollistëve lezhjan dhe shpeton porta. Shpeton porta lezhjane. Shikojmë teknikun Matias Tatangelo që shpreh pak natësi për mos shfrytëzimin si duhet të këtij aksioni. Një ndeshje shumë e vlerësuar kjo. Jo vetëm nga Federata Shqiptare e futbollit, por edhe nga tifozëria dy palçe që ka mbushur stadiumin Reshit Rusi të Shkodrës. Leka numri 7, shumë i lëvizshëm. Kanë nxjerrur topin lezhjanët. Tonë atje në shtëpi, nuk je tonë aty. Kujtojmë që të dyja skuadrat si Beslidhja dhe Shiroka kanë bërë mjaft mirë gjatë fazës së parë. Sidomos Shiroka ishte një surprizë e këndshme dhe një befasi për të gjitha skuadrat rivalet e grupit A të kategorisë së dytë, e ardhur nga kategoria 3, skuadra e drejtuar nga presidenti Ergia Xhani. Bëri mjaft mirë, vetëm ndeshjen e parë e ka humbur në këtë stadium me Luzin 2008 dhe më pas kanë ardhur 7 fitore rrallëzi dhe vetëm një barazim në Puk javën e kaluar. Nësa sot luan përballë Beslidhjes, e cila ajo edhe pse formatuar në momentet e fundit me një trajner shkodran si Elvis Plori, ambiciozën pankinë dhe presidencën
Fushaj, Pjerin Fushaj po bën mjaft të mirë. Dhe janë dy skuadrat që kërkojnë dhe janë pretendente kalimin në kategorinë e parë. Shikojmë dashmë që shiritin e kapitenit pas largimit të Karakaqit e ka marrë Raboshta. Drabeja Olaminke është nga sulmuesit kryesor të ekipit të Shirokës. Ka shënuar në momente decisive Olaminke dhe është një futbolliste që ka marrë vëmendjen e plot të menaxherëve përkatës të klubeve të tjera dhe nuk është çudi që në janar të ketë një lëvizje të këtij futbollisti falat saj çfarë ai ka demonstruar në fushën e lojës. Dibra, numri 30, shtatlarti i prapavijes Shirokas e Drabeja e ka larguar mjaft mirë në krahun në ansore. Kruja për Armilin. Beka. Bega që ka kaluar tek Ari Kruja në krahun e djathtë. Kruja krosi sakt tek zona Shirokase, por që zgjidhet mirë nga vendasit, por Amile gjuan fort e largon për momentin Dibra, Kemul Shiroka, Dibra përsëri topin zonë. Zotrohet nga portieri Vendas. Vazhdon një ndeshje e dy luftuar, momentet më tipike, me kulbor ishin dy golat e shënuar në mënyrë të shpejtë në startin e takimit, e të 6-ën Dulaj për Shirokën dhe pastaj në të 8-ën Beslidhja barazoi 1-1, por tashmë loja dhe pse ka kjo ndeshje dhe pse ka ngacmime në të dy portat respektive, akoma nuk kemi një gol të dytë. Vazhdon para spesha 1-1. Ndërhyrje në taka e futbollistit Lezhjan. Karton i verdh. Rudi Beka është ngarkuar me Suat Beka, sepse Rudi Beka kemi një tjetër futbollist, një ish futbollist që ka luajtur për Vllaznin dhe Kombëtarin, por tashmë luan në kampionatin e futbollit 5x5. Është shumë i njohur dhe është nënkryetari i Bashkisë Shkodër, Rudi Beka. Por Suat Beka është ai që u ndeshkua me karton. Shiroka ngacmon me leken në zonë, goditje këndi. Shiroka si të realisht dinjitos dhe fushën e lojës, edhe pse kanë përballë një skuadër me përvojë, me traditë, me mirë financim. Shiroka po i kundërvegjitet e mjaft mirë Beslidhjes dhe po kërcënon për golin e dytë. Flori Leka nga goditja nga këndi është Vucaj që ekzekuton. Duke që këto goditje kanë autorësinë e Vucajt dhe të Lekës, herë njëri dhe herë tjetri. Të rrallë vërshëdhima gjyqtarit të Lata është në favorin e ekipit Lezhjan. Kujtojmë se sot luan edhe 3 ndeshje të kategorisë superiore, ndërkohë që nesër 2 të tjerat, mes të cilave edhe dueli Vllaznia-Bylis, që luhet në orën 16:30 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës.
Beslidhja me Krujen, Raboshta në zonë, gjithë një Raboshta për është blokuar. Dulaj, Bebezici, Perinor Pekun, edhe Peku është një futbollist i afirmuar tek Akademia Vllaznia. Dulaj, topi për Shirokasit. Olamike është shmangur mjaft mirë, por ja kanë rëmbyrë topin. Ishte Bega, Kruja për shëllim me gjyqtarit Lata, topi për ekipin Lezhjan. Beci, Detmir Beci, ish futbollisti i Vllaznis, në familje sportive, kur kemi parasysh edhe motrën e tij, kapitenin e volejbollit të Shkodran, Sara Beci. Ishte Hila, që kaloi këtë top të kolegët e tij, përsëri Hila për Krujen. Olamike ka shëtsimin e Becit, ka shkaktuar faull ndaj tij. Me shpejtësi ka nisur Bebezici për Dulajn. Shikojmë, Matias Tarangelo është i karikuar si asnjëherë tjetër. Në gjitha ndeshjet e tij kampionati është shumë aktiv në drejtimin e skuadrës. Raboshta ka shmangur për momentin Dibrën, nis aksioni i Beslidhës Hila për Raboshtën, për ndërhyn Shirokasit, të cilët nisin këta aksion me Dulajn. Leka në krahun e djathtë finte e tij, kërkon një faull, por nuk ka zë për gjyqtarin Lata. Duhet theksuar që deri në këto momente loja është fair play në fushën e lojës dhe me një gjykim korrekt. Ngul Shiroka është për t'u admiruar skuadra Shirokase, jo vetëm për fazën e parë që ka zhvilluar në mënyrë perfekte, por edhe sot përballë një beslidhje potente, po luan e mobilizuar, sakt, çarkullon topin, ka shënuar e para. Dulaj, Peku, përsëri Dulaj, Bebezici, aksion i studiuar topin zonë. E largojnë Lezhjanet. Topi është për Beslidhjen. Është devijim tu, jo pa, është devijim, nuk është pasin. Hajde, loj, hajde! Beci! Begoja, është devijim tu, nuk është pasin. Begoja. Tatangela ka disa reagime në këtë ndeshje, kërkon më tepër nga gjykimi, por sipas trupit gjykuesi nuk ka zë për tu shqetësuar në këtë mes, sepse gjyqtari po zbaton rregulloren. Rabeja, Dulaj, Bebezici. Leka, finde e tij, shumë aktiv Leka. Ka një fërkim për Lekës në kolegën e tij Lezhjan.
Raboshta, gjahtari I golave për kategorinë e parë, është I spikatur, ka luajtur për disa vite në kategorinë e parë, tashmë ka zgjedhur kategorinë e dytë, por besojmë që përkohësisht Raboshta dhe disa titullarë të Beslidhjes së bashku me teknikun Plori janë përkohësisht të dytën, sepse me këtë ndërtim skuadre, me këtë organizim, shumë shpejt kjo Beslidhje pritet të jetë në kategoritë më të larta, duke nisur nga kategoria e parë, objektiv të cilin e ka dhe Shiroka. Shiroka që ka befasuar skuadra e parë, kryesuese I grupit kalon automatikisht në kategorinë e parë, ndërkohë që e dyta ka shanset e veta. Lejon avantazhin gjyqtari Lata. Ruçi ka ndërhyrë në mënyrë shumë të mirë. Është dëmtuar një futbollist lezhian, por gjyqtari Lata është dëmtuar pikërisht Raboshta, kapiteni I skuadrës, por Lata lejoi lojën avantazhit dhe së fundit është me ka ardhur në ndihmë. Safi lezhian është I prekupuar, luhen minutat shtesë që janë 7 të tilla, po aq sa vonoj edhe ardhë rikthimi I autoambulancës në midisjet e stadiumit Rashid Rusi. Barazim 1-1 me shifra, ka shënuar e para Shiroka me dulën dhe më njëherë ka barazuar pas 2 minutash Beslidhja dhe I njëjti rezultat vazhdon të jetë fuqi deri në këto minutat e shtesës. Mund themi një lojë barabartë, ku të dy skuadrat jo vetëm që kanë shënuar nga një gol, por edhe kanë kërceluar sistematikisht për golin e dytë. Bucaj, Leka për Shirokën, ka ndërhyrë Lezhjanët me Rudi Beg, me Suat Begin. Një majt e Vucajt për Dulajn, që ka zëtuar mjaft mirë dhe shmang Ramilin. I rindërhyrë Ramili, përsëri Dulaj, ndërhyrja e Begjes, topi për Beslidhjen. Ramili, Beci, prapa tek portieri I tij. Ruçi ka shkatuar një fallë në mesin e fushës në tentativë për të larguar topin. Vucaj nga krahu I djathtë, tokazi për Olamikën në pozicion gjashloje. Ishte me të vërtet një aksion I studiuar, një top perfekt I kapitenit Jon Vucaj, por gjyqtari ansor ka konstatuar pozicion gjashloje. O Pili, só vai dar regra, olha, Jemi në mbyllje të pjesës së parë të sfidës Shiroka Beslidhja, takim për javën e 10 të kategorisë së dytë futboll. Rezultati është I barabartë 1-1 me Shiroka që shënuan të parët dhe pas 2 minutash ka barazuar Beslidhja. Kujtojmë që të dy golat janë shënuar në startin e takimit, minuta 6 dhe 8.
Vëshëllimi gjyqtarit Florian Lata në favor të Beslidës ka nisur më një herë, por e rikthen aksionin. Topi shkoi tek Ardit Hilla, një tjetër futbollist me emër i kategorisë superiore, se ka pranuar bashkëpunimin me Beslidhjen, ashtu si edhe kolegët e tjerë, për të ndërtuar një Beslidhje të perspektivës drejt kategorisë parë dhe pse jo edhe superiores. Beci në këtë top që ka kaluar majtës të kolegët e tij. Leka për Dulajn. Bravo, Myrte! Fjongën Beslidhen e krahon e majt, por pozicioni jashtë loje. Jemi në limitet e fundit të pjesës së parë, në kohën shtesë. Për 7 minutash, si rezultat i dëmtimit e Abbas Karakacit, futbollisti shkodran që luan tek Beslidhja, kapitenit të Lezhjanëve, i cili është transportuar në spitalin rajonal për ndimin e shpejt. Ju urojmë shërim të shpejt Karakacit, ndërkohë që tashmë jemi në fundin e takimit. Drabeja, faul në favor të ekipit të Beslidhjes pas ka ndërhyrje të Olaminges të parregut. Beci dëgjohet 3 herë vëshëdhim magjishtarit kryesor të ndeshjes Florian Lata, mbyllet pjesa e parë. Të nderuar shikues, patët mundësi të ndiqit drejt për drejt përmes portalit Veriu Sport në stadiumin e Reshitrusit të Shkodrës. Barazim pjesa e parë 1-1 nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për vëmendjen që treguat në ndjekjen e kësaj pjese të parë. Takohemi sërish pas pak minutash pushim për pjesën e dytë të ndeshjes Shiroka Beslidhja.